E mbani mend kur nisi lufta në Ukrainë, të nesërmen, furat ngritën çmimin e bukës me 30%, thoshin, mielli është rrëntuar, nuk kemi çfarë bëjmë. Në atë kohë njerëzit e pranuan, ishte krizë, ishte panik. Por, ja ku jemi sot, lufta vazhdon, por çmimi i miellit është kthyer në nivelet më të ulta të viteve të fundit. Megjithatë, buka që blejmë çdo ditë nuk ka zbritur asnjë qindark. Si shpjegohet kjo? Mos vallë, arritja ishte thjesht një justifikim për të manipuluar tregun, apo ndoshta kriza u përdor si pretekst për të ngritur çmimet. Përgjithmonë, në vetëm 3 muaj çmimi i miellit u rrit dhe ra sërish, por buka mbeti e shtrenjtë. Askush nuk e uli më, askush nuk dha llogari. Në një vend ku kontrolli i tregut është vetëm në letra, çdo krizë bëhet mundësi për fitime. Sot, qytetarët paguajnë një bukë që kushton si mall luksi, ndërsa prodhuesit dhe tregtarët qeshin me shifrat në bank. Ky nuk është problem i tregut, ky është mashtrim me ne, me tryezën tonë, me jetën tonë të përditshme. Sepse buka, ushqimi më i shenjtë për shqiptarin, është kthyer në simbolin më të pastër të abuzimit.